Ne gjurmuam çdo vizitor në ishullin Epstein. Edhe pas vdekjes, sekretet e Jeffrey Epstein mbeten të ruajtura me kujdes. Por në fillim të këtij viti, u drejtova një hetim të Wired, që zbuloi të dhënat e pothuajse 200 telefonave celular që u përkisnin vizitorëve në ishullin e tij famkeq pedofil. Të dhënat ishin aq të sakta, saqë ne ishim në gjendje të gjurmonim udhëtimet e këtyre vizitorëve me një saktësi prej centimetrash, duke përfshirë lagjet e tyre, ndërtesat e origjinës dhe shtigjet që ata ndoqën për të arritur në ishull. Këto gjurmë digjitale dokumentojnë udhëtimet e shumta të individëve të pasur dhe me ndikim, të cilët me sa duke nuk dekurajojnë nga statusi i Epstein si një shkelës seksuali i dënuar. Analiza e të dhënave nga Wired është duke vazhduar dhe ngre pyetje të thella në lidhje me privatësinë dhe mbikëqyrjen. Këto janë të dhënat sekrete të ishullit Epstein në rrjet. Ky është Little St. James, i njohur dhe si ishulli Epstein. Këto pika të kuqe në art përfaqësojnë disa nga 11.279 koordinatat që mora. Ato u lanë të ekspozuara në internet nga një ndërmjetës i të dhënave të vendodhjes në lidhje me Departamentin e Mbrojtjes të quajtur Near Intelligence. Midis vitit